mund të largohesh nga Shqipëria, por a mund të shkëputesh nga përgjegjësia për të ardhmen e saj. Kur mira qytetar po protestojnë në Shqipëri dhe zëri i diasporës gjithnjë e më fort po dëgjohet, kudo ku jetojnë shqiptarët, një pyetje bëhet më aktuale se kurrë. A ka vërtet fuqi diaspora të ndikojë në drejtimin që merr vendi? Sot në Zërat e Iliridës është i ftuar Florian Haçkaj, një zë nga lëvizja Diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe organizator i protestave jashtë vendit. Me Florianin do flasim për protestat, kërkesat e diasporës dhe nëse kjo lëvizje mund të sjellë një ndryshim afatgjat. Mirë se erdhe në Zërat e Iliridës, Florian. Mirë se u gjet Arber, faleminderit shumë. Ne shohim në ditët që kaluan tani, protestat gjithnjë e bëhen më të mëdha dhe zëri i diasporës gjithnjë e merr një vlerë ose një veçanti në këtë protestë dhe në këtë pakënaqësi i them nga qytetarët shqiptarë ndaj qeverisë. Çfarë janë disa nga kërkesat, ti themi nga listat kryesore që kryesojnë protestën, ka protestuesit dhe kryesisht nga diaspora shqiptare? Patjetër, unë mendoj se ky është një moment i artë për Shqipërinë, që është vrarë frika, ajo frikë që ndoshta në diasporë ishte vrarë prej kohësh, tani më është vrarë dhe në Shqipëri dhe kjo ka ndezur një shkëndi shprese. Kërkesat janë të qarta, duhet dorëheqja e qeverisë Rama bashkë me kryeministrin Rama, sepse janë në mandatin e 4 dhe po e shohim që gjërat po shkojnë përkeqe më shumë. Po ka një kërkesë të qartë për një qeveri tranzitore, mundësisht nga profesionist, nga populli që nuk kanë lidhje me partitë aktuale. Nëpërmjet kësaj mënyre dëshirojmë të arrijmë zgjedhje të lira dhe të ndershme një herë në jetën e historisë shqiptare, të paktën në këto 36 vite tranzicion, sepse kjo nuk ka ndodhur kurrë dhe kemi parë deformime të votës, por dhe sistemi zgjedhor nuk është shumë përfaqësues, favorizon dy partitë e mëdha, por nuk favorizon njerëzit normal apo partitë e vogla, pra praktikisht nuk përfaqëson popullin. Kështu që këto janë kërkesat kryesore dhe pastaj vijnë anulimet e ligjeve, këto ligje që po fliten për mbrojtjen e natyrës, trashëgimisë kulturore, shitja e tokave bujqësore, investitor strategjik, po këto janë hapi dy që nuk mund t'i kërkojnë kësaj qeverie, ku ne po kërkojmë dorëheqjen e kësaj qeverie. Shumë e rëndësishme kjo, Florian, që përmendet ti edhe angazhimi i diasporës që shohim për herë të parë në Shqipëri, që vërtet diaspora merr zë, vërtet edhe bëhet pjesë e politikbërjes në Shqipëri, gjë që përshëndes shumë, me që diasporat në Kosovë dhe Maqedoni të Veriut kanë qenë shumë aktiv nga pjesa shqiptare, dhe Shqipëria më në fund po merr edhe ajo një zë në diasporë dhe ngjall edhe diasporën nga vende tjera shqiptare. Por i pam edhe pamjet në Zvërnet që ishën vërtet të shëmtuara, ku zvarrit një protestues. Si do vazhdoj protesta nga ky momenti në Zvërnet? Tani shohim edhe protestuesit në sheshin e Tiranës. A do jetë ky një lëvizje më afatgjate apo do mbez vetë një protestë spontane e disa qytetarëve të pakënaqur ose mira qytetarëve të pakënaqur? Patjetër, së pari unë mendoj që nuk është hera e parë që diaspora merr një peshë të madhe. E para ka qenë 1912 kur Shqipëria u krijoa si shtet, por mund të themi që atëherë ishte ende si shtet, pra e ka dhënë fokusin e vet, u nda nga diktatura përsëgjalli, fuqia e diasporës u nda, u përça, u mbyllën urat, dhe ne kemi një diasporë të re, pra që kanë shkuar në 35 vjet e fundit në masë. Lëvizja Diaspora për Shqipërinë e Lirë ka arritur ta bëj faktor politik diasporën duke i mundësuar votën e diasporës në 2025 për herë të parë. Për këtë unë jam shumë krenar, por realisht tani njerëzit po e shohin sado që ajo votë në disa vende u deformua ose u keq përdor nga partitë e mëdha PD dhe PS thjesht si një votë militante. Sot diaspora po tregon që nuk e do Shqipërinë vetëm për këtë votë militante, pra nuk do t'jap vetëm këtë votë, po do të ketë një zë. Ne sot kemi një parlament me 140 deputet dhe nuk ka asnjë përfaqësues të diasporës shqiptare, sido që votuan 250.000 qytetarë, kështu që kjo është një detyrë e përgjithshme, po dhe jona specifikisht si lëvizje që të luftojmë për përfaqësimin e denjtë të diasporës. Për sa i përket protestës, unë nuk e di si do vazhdoj, ajo po vjen, ka marrë një trend konstant të paktën, pra nuk ka ulje, por shpesh ka dhe ngritje të njerëzve. Unë si Flor do isha për një thellim të protestës, pra kërkesat qarta,
të unifikohen ato, të paktën në një mas 90% nga gjitha kërkesat që vinë, dhe të çohet më tej në mënyrën se si detyrojmë shtetin shqiptar. Nëse ne thjesht ngelemi me Rama jep dorëheqjen, ti kërkojmë, aja s'ka ndërmend ta heqi. Ju po shikoni që po flet nga një orë ai kanali vet, i duke vetë si Churchill i mbitet 40, sikur po na thot në një gjë të zgjuar. Pra praktikisht duhet të arrisim dozën e mënyrës se si e kërkojmë dorëheqjen. Ti shumë me të drejtë përmende Florian që diaspora shqiptare në shtetëformimin e Shqipërisë ka marrë një rol të veçantë dhe një rol kyç në formimin e shtetit shqiptar. Dhe shohim ne tani zërat që the edhe ti nga qeveria e Shqipërisë aktuale, që vërtet kritikon diasporën, po kritikon edhe shqiptarët nga jashtë kufit e Shqipërisë. Çfarë mund të ketë kjo një efekt nëse marrim ne, nëse lexojmë ne nga jashtë Shqipëria, ka një sens të hidhur ky qëndrim që merr qeveria e Shqipërisë. A mund të ketë kjo një ndikim të prishjes së marrëdhënieve me diasporën dhe me shqiptarët nga Shqipëria, ky qëndrim i qeverisë shqiptare? Qëndrimi i qeverisë shqiptare, unë gjykoj që është i gabuar kundrejt çdo shqiptari. Qoftë edhe atyre që janë administratë, që i keq përdor, i detyron të dalë nëpër mitingje, që i kërcënon me vendin e punës kur do votën, qoftë me krimin që e ka bërë pjesë të shtetit, pra në qytete të ndryshme shteti është njësh me krimin, dhe madje nuk ka më shteti fuqi, dhe pikërisht këtë pam në Zvërnec, kur një oligarku apo disa oligarëve i lejohet të ndërtojnë një gardë dhe rojet private brenda dhunojnë atë mënyrë qytetarët në sytë e policisë shqiptare, policisë shtetit dhe policia as nuk reagon. Kjo pikërisht tregon në rënien e shtetit shqiptar, prandaj dhe njerëzit shpërthyen në revolta në masë. Pra filloi me një mbrojtje të natyrës, por njerëzit me të vërtetë shprehen atë mllefin e tyre gjithë këtyre viteve. Rama ka po të njëjtën qasje ndaj qeveria Rama ka po të njëjtën qasje ndaj shqiptarëve nga trojtë e tjera shqiptare. Pra ne kemi nenin 8 të kushtetutës shqiptare që e ka për detyrë t'i mbrojë dhe t'i përgjigjet për ata, dhe ne e shohim në rastin konkret në Ilirit, në Maqedoninë e Veriut me gjuhën shqipe, dhe qeveria shqiptare ishte thuajse inekzistente. Mos them që pati një tentativë për te që ata ambasadorë, nuk e di a kanë hequr, se kam ndjek Mejdanin që e kanë hequr, që i doli në krah qytetarëve shqiptar, pra nuk ka lidhje me realitetin shqiptar kjo qeveri, dhe kjo është dhe një urë që ne duhet ta thymë një herë jo ta thymë, ta ndërtojmë një urë midis qeverisë dhe qytetarëve, por nuk mund t'i kërkohet kësaj qeverie që ka mbajtur gjithmonë qasje anti-shqiptare, t'i kërkojmë ta rregulloj. Ju përmendë rastin e Ballkanit hapur, që ne si lëvizje e kemi kritikuar jashtë mase. Nuk mund të bësh ti të trajtosh Serbinë si fqinj kur ti ke Kosovën midis, dhe Kosova nuk është në të tryezë, dhe ti bën marrëveshje me Serbinë. Pra ti o e njeh Kosovën si pjesë Serbisë, si Ram, si qeveri, ose e quan një shtet inekzistent, ose e njeh pjesë tëndes. Unë do isha për bashkim kombëtar, por sot që flasim nuk është një shtet i bashkuar. Kështu që hajde luftojmë ta bëjmë shtet bashkuar dhe pastaj mund të flasësh për fqinj me Serbinë. Këto janë thjesht për të ilustruar qasjen komplet anti-shqiptare të kësaj qeverie. E përmende me shumë të drejtë dhe ambasadorin që ishte nga Shqipëria në Maqedoni, që u largua për fakt se me shtetet shqiptare, ishte një diçka që nuk e kemi parë deri tani në sferën diplomatike shqiptare këtu në Maqedoni, me që ishte vërtet një ambasador që merrte vërtet kauzën shqiptare këtu në Maqedoni me seriozitet t'i themi, dhe ishte vërtet i përqendruar dhe kishte vërtet dëshirë të bëjë një ndryshim si ambasador, se shumë shpesh i shohim ata përfaqësuesit e shteteve shqiptare që janë vetëm si figura në fakt dhe nuk marrin asnjë rol vërtet në politikbërjen, me që Shqipëria vërtet ka përgjegjësi edhe për shqiptarët jashtë vendit. Dhe mbetemi te kjo pikë te shqiptarët jashtë vendit, Florian, ti ke qenë shumë i angazhuar për votën e diasporës shqiptare, një drejt vërtet që mund të ndryshojë dhe fatin e shqiptarëve atje, me që shumë shqiptarë janë larguar dhe vërtet kanë, ndoshta të them, një pavarësi nga sistemi politik që vërtet ngulfat qytetarët atje, nga të punësuarit që janë shumë në administratën shqiptare, dhe vërtet që biznisi ndikohet vërtet nga qeveria. Kështu që diaspora vërtet mund të jetë e pavarur dhe të jetë më paprekur nga ky ndikim. Sa vërtet do të ketë rolin të ardhme vota e diasporës dhe si duhet të lidhet me përfaqësimin politik, siç the edhe ti, që të ketë vërtet diaspora një përfaqësim në shtet dhe në politikbërjen konkrete.
Patjetër, ka shumë pika te këto pyetje që ti sapo parashtroj, po mundohem t'i përgjigjem një nga një me aq sa i mbaj mend. E para, diaspora, nëse shohim ndarjen e shtetave shqiptare që jetojnë në Shqipëri dhe shtetet shqiptare që jetojnë jashtë Shqipërisë, gati parlamenti duhet ishte gjysmë për gjysmë. Pra 50% duhet ishin përfaqësues nga diaspora, 50% nga ato brenda. Këtë nuk po e kërkojmë, sepse kjo mund sjellë një revolt të brendshme që ne këta nga jashtë marrim mendim për ne brenda. Këto budalliqe që i kemi parë rëndom në Shqipëri, kryesisht që vijnë nga qeveria. Nga ana tjetër, unë jam totalisht kundër përfaqësimit me vende të caktuara për diasporën, pra nëse do vjen 10 vende të jenë përfaqësues të diasporës, sepse kjo e ul peshën e votës, dhe vota e çdo shqiptari është e vlefshme, çdo shqiptari që ka mbushur 18 vjeç dhe ka shtetësinë shqiptare dhe nuk ka kryer krime, nuk e di se si është, por çdo votë shqiptari është një votë shqiptari. Pra nëse do ishin këto 10, 15 vende, 5 vende, do të ulej pesha, do ishte totalisht e padrejtë dhe antikushtetuese. Ne këtë besoj se do ta luftojmë. Ka mundësi të tjera për të pasur partit kuota në partitë e tyre, siç kanë kuota gjinore, njërën tjetrën, të kenë dhe kuota për diasporën, por të paktën partive të nda nuk i zihet më besë. Nuk i zihet besë të diaspora, në rastin konkret diaspora për Shqipërinë e Lirë, ka vendosur të bëhet parti politike që të luftoj për përfaqësimin e denjtë të diasporës, duke thithur rreth vetes qytetarë që e përfaqësojnë diasporën në vendet e tyre, që me të vërtet janë dikush për komunitetin, kanë bërë diçka për komunitetet, i njohin të drejtat, por dhe kërkesat e komunitetit, dhe të marri peshën që i takon. Në zgjedhjet e kaluara e pam rëndom që pati shantazhime nga shteti, pati bullizim, pati këto intimidimet, i pam të gjitha këto, i përjetuam dhe në kurizin tonë që na merrte, po them, djali Hallës, djali Xhajës, të lutem jepim votën se mua që punoj te usjellsi më heqin nga puna. Dhe këto janë camite që duhen thyer dhe të paktën me këtë protestë për t'ju përgjigjer një pyetje që them fillim si do vazhdoj. Sikur dhe me kaq të ngeli, që unë uroj mos ngeli me kaq dhe do bëj të pamundurën të shkoj më tej. Po sikur dhe me kaq të ngeli, qytetarët e vran frikën. Pra politikanët e kuptuan që me qytetarët nuk ka më tallje, sepse një gjë ndodhi, çohen shesh, gjë që ne kemi parë gjitha ne në Greqi, në Serbi, në Rumani, vetëm ne ishim ata që nuk çoheshim kurrë, çoheshim vetëm kur na thriste partia, dhe për turpë faqezes kur thoshte partia mbyllet, iknin në shtëpi pastaj. Po vërtet është për të përshëndetur shumë ky fakt, në që vërtet protestat janë gjithë përfshirëse, shohim dhe në shumë qytete të botës ku organizohen shqiptar dhe protestojnë shqiptar nga gjithë vendet tjera të Ballkanit, jo vetëm nga Shqipëria, që mbështesin këtë protestë dhe këtë kauz të protestës. Dhe të flasim edhe pak për votën e diasporës, Florian, nëse është e mundur. Pra organizata juaj do jetë përfaqësuese direkte e diasporës shqiptare. Si duhet të ndryshohet ky kodi zgjedhor që vërtet të ketë një përfaqësim të denjtë nga këto përfaqësues të diasporës? Duhet ndonjë ndryshim aty, me që flitet shumë për kodin zgjedhor në Shqipëri këto ditët e fundit? Po, mendimi jonë është, unë nuk jam ekspert, po mendimi jonë është një proporcional kombëtar me lista të hapura duhet jetë më i miri. Si më thënë, nuk është provuar ende në Shqipëri, është provuar në Kosovë, ne kemi pas atë me 4 zona dhe ai ka qenë disi i mirë, por kështu si është, në asnjë mënyrë nuk është përfaqësues. Dhe pse i jep kjo dikujt nga diaspora, nëse do ishin proporcional kombëtar me lista të hapura, ti fjala bie ose dikush jeton në Kanada, thotë unë dua të kandidoj. Unë jam nga Tirana, po dua të kandidoj. Dhe figura ime pëlqejet në gjithë Shqipërinë. Kur nuk ke një zonë caktuar, ti mund të marrësh vota nga kudo ku ty të pëlqejnë, sigurisht kjo ka rrezik, sepse nuk të lidh ty si deputet me një zonë caktuar, po edhe sot që e kemi, treqareku i deputetëve shqiptar, mos them 90%, jetojnë në Tiranë. Pra mund të përfaqësojnë Tepelenën, Krujën, Lezhën, ku dëgjojnë Shkodrën, por gjithë jetojnë në Tiranë. Dhe kur ti jeton në kryeqytet, me gjithë benefitet e deputetit, çfarë populli po përfaqëson, ku ja diti hallet popullit? E mira e kësaj të proporcional kombëtar është edhe që i heq mafjes, i heq peshën që ato kanë. Fjala bie një grup kriminal ka një qytet caktuar, ka shumë peshë. Nëse ti e detyron atë deputetin e tyre të kandidojë në një listë kombëtare në gjithë Shqipërinë, pesha e asaj që ky grup mafios ka në atë zonë caktuar, bie nëse mbushet, si më thën, kundërshtari jot merr më shumë vota në gjithë Shqipërinë. Kështu që ka të mira dhe të këqija të veta, por që duhet ndryshuar patjetër, duhet ndryshuar dhe kushtetuta e 2008-s, pra duhet ndoshta rikthyer kushtetuta e 2008-s, sepse jemi në një kushtetutë që i jep fuqi vetëm partive të mëdha. Ne kemi në kodin zgjedhor një ligj totalisht të palogjikshëm që nëse
fjala bie në një zonë caktuar del një pavarur që merr 7.000 vota dhe nuk arrin të marrin e zëm nëse duhen 10.000 vota aty për dalë deputet, këto 7.000 vota ndahen midis dy partive më të mëdha. Ose mos them që i shkojnë partisë që po fiton aty i shkojnë dhe këto. Pra pa pikën e logjikës, vullneti i popullit tjetërsohet. Dhe këtë nuk mund presim ta ndryshoj PS-ja dhe PD-ja, që në përgjithësi gjithmonë përfitojnë nga kjo, kryesisht Partia Socialiste që gjithmonë ka përfituar. Nuk presim, prandaj duhet ajo qeveria tranzitore që t'i imponohet me këto ndryshime, se po pritën nga ata asgjë s'kemi mbi. Vërtet kështu edhe mendoj se është një shkëndij shpresë kjo protesta për të bërë vërtet ndryshime që do jenë afatgjate, siç thamë edhe në fillim, dhe që do të bëjmë vërtet një ndryshim në Shqipëri, edhe me slogan e Shqipëria e re, vërtet ndoshta do përfaqësohet edhe në kushtetut, edhe në kodin zgjedhor, edhe në të gjitha, si t'i them, ligjshmërinë e vendit, por është shumë e rëndësishme edhe organizimi i diasporës. Sa jeni ju të mbështetur vërtet nga diaspora e shteteve dhe vendeve tjera shqiptare, për shembull nga diaspora e Kosovës, nga diaspora e Maqedonisë së Veriut, dhe si duhet ne si diasporë shqiptare, pavarësisht nga ku jemi, të bashkëpunojmë vërtet që të kemi edhe një kauzë pak më të përgjithshme për shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Një nga thirrjet që unë bëj gjithmonë në çdo dalje publike është që unë personalisht si Flor nuk e përdor fare termin krahinor kosovar. Unë them gjithmonë shqiptar të Kosovës, madje them vendi nga janë nëse e di nga janë shqiptar të Maqedonisë Veriut, shqiptar të Malizi, sepse këto janë terma përçarës që personalisht nuk i honep s'dot, domethënë dhe kur i shoh të artikuluar edhe nga kryeministri, i thotë erdhën kosovarë dhe protestuan, është totalisht antikombëtare, është e turpshme, i lëndon njerëzit dhe ne këto duhet i heqim. Ka dhe në Kosovë ka një tentativë për ta bërë kombin kosovar, por që s'ka komb kosovar, ka komb shqiptar, ka shtetësi kosovare për rastin konkret, por që po mundohen me këtë brezin e ri thonë që ore, je kosovar, si shqiptar, debate shterp, sepse ne kemi gjithë ato me mira dëshmorë që kanë dhënë jetën për kombin shqiptar, ne duhet ta forcojmë këtë lidhje. Ne po mbajmë në 4 korrik një protestë madhore në Bern dhe folës kemi ftuar shqiptar nga gjitha trojet, sepse Shqipëria na përket gjithëve dhe duhet t'i japim peshën gjithë secilit, siç i takon. Duhet jemi përbashkues dhe jemi një komb kaq i vogël sa ti kalon kufirin dhe në çdo anë të kufirit i flet shqip, dhe të shohim ndasi dhe jo gjëra që na bashkojnë, është e papranueshme. Vërtet ashtu Florian, dhe për qëllime politike pastaj diaspora përdoret varësisht se si na përshtatet neve për politikën ditore, dhe nuk ka vërtet një politika afatgjate ose ti themi kombëtare që bën vërtet një përfaqësim të ndenjtë. Flasim edhe pak për atë çfarë do ishte optimale, për shembull, nëse e shohim një botë imagjinative ne të dy bashkë sot këtu, si do ishte vërtet lidhja e Shqipërisë me diasporën dhe me shqiptarët të jashtë kufirin në një botë optimale ose një botë të imagjinuar nga ne. Patjetër, më fal se të ndërprihet zëri her pas here. Lidhja imagjinare nuk ka fare pse të jetë imagjinare. Ne të gjithë luftojmë për një Shqipëri më të denjë, më të lirë, por flas për rastin e Shqipërisë. Nëse ne kemi një shtet të së drejtës, nëse ne kemi një shtet ku mjekësia minimale, bazike është aty dhe njerëzit nuk duhet të rropaten të nxjerrin fëmijët e tyre nëpër Facebook me GoFundMe se janë smur, se shteti nuk i përgjigjet, se nuk ka mjek e njërin tjetrën, nëse siguria e jetës, mjekësia, arsimi janë në nivele të kënaqshme, nuk po thot njëri të nivelet e Zvicrës. Shqiptarët kthehen. Ti je i bindur që asnjëri nuk do të iki, sidomos këto që kanë ikur vjet e fundit, kanë mbledhur sa para diku, mund të kthehen dhe kjo sjell një frym të re me njerëz që kanë marrë dhe eksperiencë jashtë, por t'i jepet mundësia që të bëjnë një jetë sa më të mirë, duke filluar nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, të ketë më shumë parqe, të ketë më shumë mundësi për fëmijët, njërën tjetrën, dhe pastaj ne kemi edhe një diasporë më të vjetër, nuk kemi vetëm këta të rinj. Të gjithë iniciativat që shteti shqiptar merr, shitjen e tokës të huajt, tokë bujqësore dhe futet Izraeli në këtë mas, del në përmarrëveshje njërën tjetrën apo dhe shtete të tjera, diçka që nuk lejohet me ligjin shqiptar, sepse i bie që ti shet, si më thënë, asete strategjike, por shitet tokën bujqësore as të rikthehet më. Pra, nëse ti këto kushte ja ofron vetë shqiptarëve, ne kemi shqiptarë që kanë jetuar, kanë lindur jashtë, por e duan vendin e tyre. Nëse ti
investime strategjike, nuk ja ofron kompanive offshore, por i thua me të vërtet diasporës, hajde më investo këtu. Këto janë kushte, domethënë do të bëj lehtësira investimi të taksave nëse do sjellësh kaq. Pra, nëse e fokusojmë tek njerëzit tanë, që mund të jetë fjala bie shtetas amerikano-shqiptar, gjermano-shqiptar, por i ka këto fuqi që të vi të sjellë paratë do, mund të ketë një bank kursimi për diasporën, mund të krijosh shumë kushte për startupet, për firmat ose firmat e etabluara në diasporë që të vinë në Shqipëri. Por ti ke sot që flasim, ne kemi 2 projekte të zonave zhvillimore të liruara nga taksat, që janë korrupsion i gjerë. Ke Duranën, që janë dhënë miliarda dhe ende nuk ekziston. Ke Akshin, që janë, pra, çdo gjë bëhet, më kjo më shqetëson. Si ka mundësi më sa të babzitur duhet jenë që çdo gjë e bëjmë vetëm për të vjet. Ka qenë me Barcaleta që thonin 96-ën një herë një kohë me një ministër afrikan dhe një ministër shqiptar që takohen mbas disa kohësh, fillimin të dy me apartament thjesht kështu, dhe afrikani pastaj ka një vilë. Thot si e bëri, thot e shef aturën, i hoqa 50 cm këtej, 50 cm këtej dhe ndërtova vilën. Vinë një shqiptar i shohim me pallat, thotë, si e bëre? E shef aturën, thot, jo, thotë, shif, po nuk shoh, e pra e shef s'ka urë, thot se urën e bëra unë këtu. Si ka mundësi të jemi kaq të babzitur, të pangopur, me vite. Ka dhe vjet dhe një limit në drejtë që e mori. Por këtyre nuk mund ti vesh limite. Prandaj duhet të hequr fare kjo mundësia e korrupsionit, thotë do vjedhi çik se po lodhem unë. Jo, nëse merr një detyrë shtetërore, nëse pranon atë kontratë që ti lexon, shko, puno me dinjitet, se vetëm kështu mund ta sjellim Shqipërinë në një vend ku i takon. Po vërtet ashtu Floriane, dhe vërtet e kemi ndjenjën se gjithkund edhe në vende tjera shqiptare në Ballkan se vërtet punohet si në atë Barcoletën që tregohet, se vërtet ajo ndodh aktualisht dhe konkretisht në çdo sferë që e shohim, me që investimet vërtet bëhen vetëm për në fakt për të bërë korrupsion dhe jo për të investuar vërtet për një ndryshim për shtetasit dhe për vendasit ku jetojnë aty në të bërë zona rurale. Dhe bëhet vetëm si një show investimi, vetëm për të bërë klikime në rrjetet sociale, që është për të ardhur keq vërtet. Shoh edhe tek ti për të flasim edhe pak për ty personalisht Florian, nëse është në rregull, shoh edhe një motiv pak më të gjerë për ndikimin edhe për organizimin e diasporës. Na thuaj pak si ishin fillimet që morë ti për të organizuar diasporën në Zurich, në Bern apo ku jeton ti në Zvicër. Dhe si e shehti ndikimin e diasporës e rrikjen e organizimit të diasporës tani edhe para protestës në Europën perëndimore. Shiko, unë gjithmonë kam qenë qytetar i angazhuar. Pra, jam rritur nga 2 prindër që kur shihnin diçka pa drejtësi, ngrinin zërin. Babi im ka qenë një studius i madh dhe në fakt thoshte studioja 8 orë në bibliotekë dhe shkoja shija ndeshjen Tirana Partizani, për shembull. Dhe gëzoja kur të dyja palët bënin gol dhe tifozët tonë rrëpëtime këje. Dhe ai thosh unë s'jam me asnjë, unë jam me atë që po luan bukur. Dhe këtë mendësi neve na ka futur në kokë dhe ne kështu jemi rritur. S'kemi parë kur parti, jam me këtë parti, unë s'po flas kundër këtyre. Kokës ti biem kur nuk po sillen mirë me besimin që është dhënë nga populli. Dhe në këtë linjë unë kështu kam dalë dhe jashtë, pra kam qenë gjithkohës me krenarinë që vi nga një familje e nderuar, intelektuali, jam i shkolluar jashtë, kur nuk e kam pas kompleksin e inferioritetit dhe këtë mundohem të injektoj fëmijëve të mi, po çdo shqiptari me të cilin flas, sepse shoh që ende kemi një kompleks inferioriteti që as se s'flasim mirë ose s'jemi nga këtu. Ne nëse jetojmë në Zvicër dhe ja kemi dalë, po dhe nëse po ja dalim, njohim minimumi kulturën e Zvicrës dhe kulturën shqiptare, kështu për këtë duhet të jemi krenar sepse kemi një gjë më shumë. Tani si vjen angazhimi i diasporës? Unë gjithmonë kam qenë i angazhuar, kryesisht e kam filluar angazhimin kur pikërisht me shëndetësinë i ndjeri i madh ndroi jetë me kancer në mëlçi dhe në Shqipëri e kuronin për ulcer. Dhe që këtu më vrau, dhe si ka mundësi do një njeri me kaq njohje në për mjek të mirë, kështu, këtu mos të shofësh as atë që mjeku në vjen e pa sa e pa me syore, tha ti ke mëlçin, ta qa ulçere, duket si të shfryrë, pra që këtu është shumë shqetësuese, sepse në çfarë niveli ka rënë mjekësia në shumë fusha, jo në të gjitha, se gjithandej ka mjek të mirë. Tjetra është ana e Kosovës, tek ai spital privat që babai fatkeqësisht ndroi jetë. Mjeku kryesor thotë gjithë deputetët shqiptar këtu kurohen. Kjo në 2017, ku ishin ende me ato rrogat 1.3 miliona, ku dëgjon që ti thore si ja dalin. Pra ka korrupsion këtu nga pas. Kështu që ky ishte angazhimi im fillestar që fillova të ngrej zërin shumë lart, gjithmonë jam ankuar për gjëra që nuk shkojnë.
kulmoi me shkatrimin e teatrit kombëtar, që ishte një aferë tipike që përfshin Ramën, që kur ka qenë ministër i kulturës, që vete ka pranuar me gojën e tij, që tha këtë Karakatinës ja kanë vënë syrin që në 98-ën. Pra që në 98-ën ai ka qenë ministër kulture, kryetar bashkie dhe nuk vuri një gosht që të përmirësohet. Pra kjo është një kulturë e politikës shqiptare që e lën diçka të shkatërrohet, që të duhet kushtojë më shumë me rregullu. Pra hoq nga trashëgimia kombëtare, nga trashëgimia kulturore. Ju dha kullat për të ndërtuar oligarkët aty, pra teatr poshtë kullës. Të janë tipike të Ramës që kur ka ardhur në fillim, që thoshte do prish këtë kineman e bukur, se do ketë 4 salla kinemaje te ky pallati, dhe bëhet fjalë për kinema Republikën këtu te Rrua Kavajës, ende nuk është ndërtuar as ai pallat as ajo kinema. Pra i kemi parë gjithë këto filma dhe tjetra është mënyra se si u vra qendresa qytetare që ishte aty. Kjo kulmoi ku unë bashkë me Bledar Milaqin, mikun tim vjetër, bëm këtë thirrje në të njëjtën kohë nga Mlefi, nga Mërzia, dhe pam që shumë njerëz donin të flisnin. Dhe vum re që ka një kulturë të re diaspore, që janë qytetarë të ikur më vonë, të shkolluar jashtë, që duan të flasin me njëri tjetrin, duan të dëgjojnë njëri tjetrin, duan të punojnë, dhe një nga gjërat që ne sollëm ishte hajde ulemi, punojmë, dhe nëse i bëjmë kritik shtetit shqiptar, të kemi një kritik konstruktive, pra të kemi edhe një përgjigje se çfarë po kërkojmë në ndryshe, si mund bëhet ndryshe. Se shkollaj vetëm të shfrysh, të thosh e kanë keq korrupsion njërin tjetrin e ta lesh me aq, dhe shumë e vështirë të sjellësh këtë. Një nga pikat që menduam të bëjmë realisht një dhuratë shtetit shqiptar ishte vota e diasporës, gjithë shqiptarëve, këtë drejt kushtetuese, luftuan 5 vite, betejë gjatë, ja dolëm, por qëllimi jon ishte edhe që njerëzve t'i themi që shqiptarët bëhen bashkë. T'i lëm këto klishet që u krijuan kryesisht në diktaturë, jo mërgata qyqeve, jo shqiptarës bëhen bashkë, ja ku bëhen bashkë. U bën bashkë, jemi në 25 shtetet botës me këtë lëvizje, është pak e sakt, pra nuk ka mira njerëz, se ti the si është mbështetja, po janë njerëz që duan të japin nga koha e tyre, nga dia e tyre, nga familjet e tyre. Dhe këtë kemi bërë dhe për këtë unë jam shumë krenar. Tani si do vazhdoj kjo, gjithmonë do ketë nevojë Shqipëria ose gjithë zonat ku ka shqiptar do ketë nevojë për përmirësim. Ne duhet të sjellim atë modelin ndryshe, po sollëm dhe ne njerëz nga diaspora që janë pjesë me llumin e Shqipërisë, me të njëjtën mendësi, ose nga herë arbër ku shoh njerëz mor zot që janë diasporë, dhe ku të kapin një projekt në Shqipëri, nuk më hyn në kokën time. Si mund të jesh kaq vite jashtë, do sa i dështuar duhet të jesh që shpresat i kesh të kapësh një gjë nga shteti shqiptar. Hajde më të japim shtetit çat mundemi, jo të marrim. Megjithatë, secili e sheh veten pasqyrë në darkë edhe e di si është sjell apo si nuk është sjell. Më pëlqeu shumë kjo fundit Florian, se vërtet ashtu se shpeshherë kemi parë ashtu që në petkun e diasporës bëhen edhe ashtu investime që në vërtet ata investime janë më shumë korrupsion se sa vërtet investime, dhe vërtet duhet edhe diaspora ne të jemi vërtet kritik në këtë drejtim dhe vërtet të tregojmë nëse shohim gjëra të tilla, dukuri të tilla që vërtet na bëjnë dëm edhe neve në diasporë në kauzën që kemi në përgjithësi, dhe pastaj nëse nuk bëhemi të zëshëm në këtë çpërdorim, do na e prishin edhe vërtet edhe kauzën në përgjithësi që kemi ne për të bërë një vendlindje sa më të përparuar dhe sa më të mirë edhe për ne vetë, por edhe për familjarët tanë. Ti jeton tani për shumë kohë në Europën Perëndimore, Florian. Si është lidhja e diasporës nga Europa me diasporën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Me që shohim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga fanoli dhe nga diaspora vjetër t'i themi, ka vërtet një rëndësi të veçantë për Shqipërinë. A ka kontakte dhe si duhet të jetë ky kontakt në të ardhmen? Dje më tha një vajzë që nuk e njihja, po jemi shkruajtur shumë të kohët e fundit, më tha ra ky mort dhe u pam, është kjo shpreha tipike popullore. Shqyqyr zotit, ky nuk është mort, po është një mort ndoshta i politikës shqiptare, i politikës kaq vjeçare, dhe e bukura e kësaj është që nëse shqiptarët në 91-shin luftuan kundër diktaturës, në 97-98-ën u ngritën për Kosovën, për pavarësinë e Kosovës, ishin çështje tejet patriotike, gati gjëra të lidhura me luftën. Kjo e tanishmja po zgjon një brez komplet të ri. Po tregon që shqiptarët e duan natyrën, e duan vendin e tyre, dhe unë për këtë jam shumë i lumtur. Pra jemi duke folur me një organizatë brezi ynë që është këtu në Zvicër, janë shqiptarë të lindur në Zvicër
nuk janë fare shteta shqiptare. Vajza është nga Kërçova, ideali s'po kuptohet nga është, dhe kjo është e bukur që ne po zgjohet tani dhe këtë duhet ta forcojmë shumë, sepse jemi në atë pikën e rrezikshme ku brezat, si më thënë, brezat e tjerë e humbin lidhjen me Shqipërinë. Duket si diçka cool, o jemi shqiptar, por nuk kanë. Dhe kjo po vërteton të kundërtën, që janë shumë të lidhur me vendin nga të gjitha trojet dhe po japin me mënyrën e tyre atë mënyrën se si e kërkojnë politikën, se si e kërkojnë ndryshimin. Kjo është diçka që mua ma ka mbush zemrën dhe duhet të dimë si ta kanalizojmë që të jetë më e mirë. Shumë një nga gjërat që ne si lëvizje kemi synim me thënë drejtën, por ne kemi dëshirë të luftojmë që shqiptarëve nga çdo cep ti lehtësohet marrja e shtetësisë shqiptare. Sepse jemi vetëm një vend në botë që si më thënë jemi në kufi me shqiptar dhe ja bëjmë tatpjet marrjen e asaj që faktikisht i takon. Ndërkohë që jemi po njëjti vend që nuk ka ngel juglindje pa u mbush me pasaporta bullgare. Këtej Malizi, këtej ku dëgjoni, detyrojmë greke, italiane, i detyrojmë shqiptarët të bëjnë thirrje, të gënjejnë vetëm për të marrë një pasaportë europiane, ndërkohë që duke pasur shtetësit tanë ka bie me Kosovën, nuk ja mundsojmë ose shqiptarët e Maqedonisë kudo, ore duan ta kenë simbolikisht, më thjesht do ta ketë në xhep, thotë jam shqiptar, du ta kem. Kjo është një kaos që mua besoj se do ta bëjmë si betejë, sepse do ishte shumë përmbushse nëse do i plotësoj kjo dëshirë shumë shqiptarëve, por dhe njerë thelbi është si mund ta bëjmë vendlindjen tonë, po dhe vendet ku ka shqiptar, jo vetëm Shqipërinë, sa më të fortë dhe sa më të mirë që të ketë sa më shumë prosperitet. Arber, ishte kënaqësi të përgëzoj dhe për podcastin dhe nëse mund të them vetëm diçka në fund, dy gjëra që mua më duhet jap si mesazh. E para, ne na kanë rritur me atë ndjesinë, të paktën në komunizëm, me ujin me zjarrin me shtetin nuk luhet. Sot u thye ky mit dhe të paktën po i tregojmë fëmijëve tan që duhet të ngrihesh ndaj keqeverisjes, cilado qoftë, dhe këtë e lidhe me opozitar apo opozitar. Mirë është jemi opozitar gjithmonë ndaj pushtetit. Edhe nëse është një parti që ne simpatizojmë, edhe unë nëse do jem nesër parti, do doja nusja ime të jetë opozitare ndaj me, po marr njeriu më të afërt, sepse vetëm kështu ne mund ta përmirësojmë veten. Po e pam që tani e kemi ne pushtetin, hajde të shohim si ta vjedhim, nuk bëjmë asnjë gjë ndryshe, kështu që këto do ishin thirrjet e mia për gjithë të rinjtë që na dëgjojnë dhe që duan të angazhohen politik këtë qasje të kemi. Edhe herë faleminderit shumë për kohën tënde, për interesin, për mua ishte kënaqësi gjithmonë.